Mirë se erdhët të dashur peshqi në letrat të fenjë ndjana do bëj leximin e juaj të radhës. Në fakt, ju nuk mund ta dini, po dua t'ju tregoj që zakonisht filloj nga dashi si shenjë e parë, por sot kam filluar që nga poshtë dhe lart, nuk në si shenjë të parë të leximit juve peshqi. Të dashur peshqi, kjo është një nga ato shtrirje ku letrat nuk flasin më për mbijetesë. Për një lloj përparimi. Duket sikur keni kaluar një periudhë ku keni bërë shumë durim, ta them keni mbajtur shumë përgjegjësi, ndoshta mbi supe dhe shpesh jeni ndjerë sikur po e shtynit karrocën e jetës vetëm. Ta them ashtu, por ajo që vjen nuk ka të njëjtën energji. Këtu shohim lëvizje, zhvillim dhe rezultate që fillojnë të duken. Radhën e parë apo rendin e parë kam zgjedhur vetëm për punë, ekonomi, karrierë, miqënie, gjitha këto që kanë të bëjnë me stabilitetin ekonomik, dhe e dyta është për gjithë ata që dëshirojnë, duan të kthehet dikush, duan të arrijnë të gjejnë dikë, apo ata që janë tashmë në lidhje. Po filloj me letrën e parë që është letra më e bukur në tarot të dashur peshqi, dielli. Dielli është pra një nga letrat më të mira të gjithë tarot, siç e thash. Kjo tregon se shumë për jush po hyni në një periudhë ku gjërat bëhen më të qarta. Nëse keni qenë të pasigurt për një punë, një projekt apo një drejtim, mjegulla fillon të largohet. Disa për jush mund të marrin lajme të mira për punë, ngritje në detyrë, bashkëpunime të reja ose thjesht të ndihen më të vlerësuar se më parë. Ky letër thot: mos u fsheh më pas dyshimeve, ajo që di të bësh tregoje. Karroca të dashur, karroca është një ta them po i lidh që humor dhe goja, nëse i lidh që të dyja bashkë, dielli dhe karroca, nuk sjell sukses dielli duke ndeju në divan me telekomand në dorë. Këtu vjen karroca që thot lëviz. Mund të ketë udhëtime, pune, ndryshim pozicioni, aplikime, ta them kështu, apo kurse, projekte të reja ose vendime që kërkojnë guxim. Për shumë peshqi, fati nuk po troket në derë. Fati po pret që ju të dilni nga e derë. Nëse vazhdoni përpara me disiplinë, gjërat mund të ecin shumë më shpejt se sa prisni. Kalorësi i kupës, shikoni, është me një kupë këtu dhe me kalin që po ecë përpara. Ekonomia lidhet me kalorësin e kupave. Kjo nuk është energji e parave, është në fakt që vjen nga lufta apo stresi, por nga diçka që po ju pëlqen. Për disa nga ju mund të jetë një ofertë të dashur peshqi, për disa një klient, për disa një projekt personal, apo një punë që i përshtatet më shumë zemrën se sa xhepit, do ju pëlqej. Por kujdes, kalorësi i kupës nganjëherë premton shumë dhe vepron pak, prandaj mos u dehni peshqi nga entuziazmi i një ideje para se ta ktheni në plan konkret. Në përgjithësi, dielli apo kombinimi i diellit, karrocës dhe kalorësit të kupës tregon përmirësim të dukshëm në jetën profesionale dhe atë financiare, por vetëm për ata që marrin vërtet timonin në dorë. Do thotë nuk po troket fati, po ju po i trokisni atë apo po hapni atë derë vetë. Dashuria është rendi i dytë. Për ata që janë në lidhje, kjo është një letër shumë e bukur. Por të dashuruar, që quhet letra këtu, nuk flet vetëm për dashuri, flet edhe për zgjedhje. Duket sikur disa çifte do të kenë biseda serioze për të ardhmen këtu. Bashkëjetesë, martesë, fëmijë, zhvendosje ose vendime që e çojnë lidhjen në nivel tjetër.
Nëse ka pasur ftohje, kjo letër tregon mundësi për afrim. Por vetëm nëse të dy flasin hapur dhe jo me metodën klasike. Jo, s'ka asgjë. Ndërkohë që kanë 17 gjëra për t'i thënë. Pra, do funksionoj, do ecë përpara nëse do t'jeni të sinqert si ju dhe partneri. Kalorësi i monedhës, të them, për beqarët, se kjo është e për ata që janë në lidhje, për beqarët, kjo është një energji shumë serioze. Nuk shoh aventura që zgjasin sa një bateri telefoni. Shfaqet dikush që ecën ngadalë, por me qëllimet e qarta. Mund të mos jetë personi më romantik në planet, të dashur ju beqar. Mund të mos ju shkruaj 83 herë mesazhe në ditë, por është tipi që kur thot diçka e ka me mend dhe seriozisht. Kjo letër shpesh sjell njerëz të qëndrueshëm, të përgjegjshëm dhe me synime afatgjata. Pra, mos e refuzoni dikë vetëm sepse nuk ju dha flutura në bark brenda 4 minutash. Nganjëherë stabiliteti vjen më qetë se sa drama, të dashur. Ata që duan të kenë një rikthim, një ribashkim, drejtësia jep një përgjigje shumë interesante, do thosha, dhe po dhe jo, por varet nga ajo që është ndërtuar më parë. Nëse ndarja ka ardhur nga keqkuptime apo ego apo mungesë komunikimi, ekziston mundësia reale për ribashkim. Por nëse njëra palë ka dhënë gjithçka dhe tjetra vetëm premtime, drejtësia nuk i mbulon ato gabime me qilim, ta them kështu. Kjo letër sjell atë që meriton secila palë, pra drejtësia. Prandaj, shumë për ju do të shohin qartë nëse ja vlen të hapet një derë e vjetër apo jo. Të dashur peshqi, kjo nuk duket si javë apo periudhë për të ëndruar. Kjo duket si një periudhë për të ndërtuar. Dielli ju tregon mundësit, karroca ju kërkon veprim, kalorësi i kupës ju jep frymëzim. Në dashuri të dashuruarit, sjell afrim, kalorësi i monedhës sjell stabilitet, drejtësia sjell qartësi. Mesazhi i këtyre letrave është shumë i thjeshtë. Mos prisni që jeta të vendos për ju. Vendosni ju për jetën që doni dhe pastaj ecni drejt saj. Universi mund të hap derën, por ju duhet të kaloni pragun, të dashur peshqi.